Qytetarët e Tetovës paguajnë 70% të faturave të ujit, ndërsa pjesa tjetër kanë borxh në ndërmarrjen publike komunale Sharri. Nga kjo ndërmarrje thonë se qyteti është duke u furnizuar me ujë të pijshëm rregullisht dhe kohëve të fundit nuk kanë pasur problem me ndërprerjen e ujit. Andaj u bëjnë apel qytetarëve që të paguajnë, ndërsa qendra e qytetit është pjesa më e rregullt në pagesë. Po shif, në krahasim me vitet e kaluara kemi një gjendje tani më stabile, diku rreth 70% kemi, por gjithashtu gjej rastin këtu të apeloj edhe për ato 30% qytetarë se nuk paguajnë që t'i kryejnë obligimet e që t'i kanë ndaj ndërmarrjes së ujësjellësit, pasi edhe dukshëm është përmirësuar edhe gjendja e ujit në qytet, nuk ka probleme të mëparshme të se t'i kishim. Tani kemi ujë të pijshëm, kemi gati çdo ditë, edhe çdo lagje është furnizohet me ujë të pijshëm. Por situata e njëjtë nuk është në ndërmarrjen publike komunale Tetova. Atje pagesa është 35%, ndërsa pas marrjes së masave juridike nga kompania private për grumbullimin e mbeturinave, pagesa në vitin 2025 ka shkuar në 55%, thot drejtori Samet Bislimi. Sipas Bislimit, NPK Tetova tani për tani i ka të paguara të gjitha rrogat. Realizimi mujor është në 35%, kurse vjetor gjatë vitit 2024 dhe 2025 në fakturimin total dhe më thonë ka arrit diku te 55%. Këtu e dim që janë marrë edhe masa juridike për qytetarët të cilët nuk paguajnë dhe për atë kemi një rritje gjatë vitit 2025 në 55%. Gjendja me rrogat është 0-0, dhe më thonë jemi duke punuar që gjatë javës tjetër të mbyllim edhe muajin e 12, kështu që me rrogat jemi 0. NPK Sharri në Tetov faturon në qytetin e Tetovës, që edhe janë pagues më të rregullt të faturave, pasi që shumica e fshatrave të Tetovës ujin e pijshëm e menaxhojnë vetë.